Shkolla Shqipe Alba Live mbyllën me sukses vitin akademik 25-24. Alba Live në New York mbaroi vitin shkollor me festivalin dhe ceremoninë e mbylljes së fundvitit. U zhvillua plot sukses në Bronx në shkollën publike amerikane Christopher Columbus, atje ku bëhet mësimi i gjuhës shqipe për shkollën në Bronx. I uroi me sa ardhen në hyrje të shkollës plot respekt dhe dashuri grupeve të punës si mësuesve Gresila Basha, Aliona Bulica e para në dekorimin auditoriumit, mbështeti mësuese Elena Ujkan me shije të hollë për të nxjerrë në skenë sa më të bukur bashkë me Mirela Erifa e Rinda Isufa i ndihmuan plot energji për zbukurimin e sallës, ndërruan me pjesëmarrjen e tyre zonja Ornela Beshiri, shefja e kabinetit të asambleistit të John Zakaro dhe prindërit e gjyshit të nxënësve. Festivali madhështor i shkollave shqipe Alba Live, si dhe dhënia e certifikatave plot sukses për mbylljen e vitit akademik 24-25, sollën një ngjarje të madhe edukative kulturore për mbar diasporën. Skena ishte mbushur cep më cep dhe nuk kishte vende. Mësuesit doktoris Valbona Zyle, Watkins, Entela Muda, Elona Shkreta, Alikaj, Fatlinda Bajçanica, Rozeta Hyseni, Helena Ujka, Erinda Isufa, Elbana Lazi, Vjosa Skënder, antarët të stafit si artisti arshur Valbona Pera e Valongar Bleshi, u nderuan me certifikat minjohe nga asambleisti i Parlamentit New Yorkut John Zakaro. Certifikatet u dhanë në emër nga shefja e kabinetit, zonja Ornela Beshiri, drejt argëtuese, vazhdoi me muzikë dhe varë origjinale të traditës shqiptare, nga të gjithë pjesëmarrësit nën kujdesin e DJ Inxhinier Audio Odisea Saltillari.